Gilmando, krahu i djathtë i Ervin Saljanit, ka qenë në fushat si bodyguard dhe financues për ministrin Gonxhe. Çuni xhajës së këtij që u plagos është Erges Sheqeri, drejtori i IKMT-s, ky që prish lokalet. Pra, e kuptoni ju, të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo dëshmon se narkopolicia është e tëra në funksion të krimit.